Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po nisim emisionin e 5 në xhaminë e Strukarëve, ku jemi duke folur për fenomenin e ndjeshëm të magjisë. Duke falenderuar Hoxhës Vesem Avdiu, imamit në xhaminë e Strukarëve në Tërnos, shpresoj që shikuesit kanë mësuar shumë për këtë fenomen të ndjeshëm. E Hoxha dhe sonte është misafir si zakonisht edhe në emisionet e kaluara. Hoxh, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me Hoxhën sonte do të flasim për kategorinë e magjive të rënda, apo themi llojet e magjive të rënda. Hoxh, para se të him në detaje, a mund të na tregosh fillimisht disa nga llojet e magjive të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e rëndë? Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E lutim Allahun që Zoti të na mbron nga gjitha magjitë, pa marrë parasysh se çfarë rrezikshmërie kanë ato, sidomos për magjive të cilët janë të rënda që i thirrën magji të mallkura. Për magjive të rënda që i kem pa pacientët që vujnë shumë edhe nuk shërohen edhe aq lehtë sa që duhet terapi të vazhdueshme, mujore ose vjeçare, edhe duke u trajtu me shërim me Kur'an ose terapi të cilën u japmi përmes barnave të cilët i përdorin barna që i ka lavdruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është sidri, xhenxhefili, farazes, shafrani, uji i Zemzemit, shebe, mjalta, fara mbretit, e gjitha këto, uji i frim, gjitha këto që i përdorin pacientët, po merr një kohë të gjatë derisa po u liron nga këto magji të rënda. E prej magjive të rënda që kena hazi janë magji të cilët bëhen me gjymtyrë të trupit të vetë personit. Për shembull, kena has që bën prej magjive të rënda që njerëzit ndihen rënd prej plazmës fëmijës që përdorin ose likurën të cilën i heket një personit ose i bie një personit përmes asaj likurës ose përmes gjymtyrëve trupit të kafshëve ose kafshë të vogla siç janë shembull pllumbat ose zojt ose pulat ose delet ose qent e zi e kështu me radhë, gjitha prej gjymtyrëve të trupit të tyre që i bujnë magjit, atër llogaritën se janë prej magjive të rënda. Prej magjive të rënda llogaritet edhe që është magjia e cila bëhet në zhiv, edhe japin personi që atë zhiv ta pin përmes kafës ose përmes ushqimit, edhe personi i cili e merr këtë magji në trupin e tij, ai e shpërndan në gjithë trupin, edhe ku qëndron një gërrincë e vogël e asaj zhivës në trup i shkakton dhimbta. Dhe sikur se bota e gjeve të mallkuar shpërndan në këtë trupin e personit edhe i shkakton mundime dhe dhimbta. Prej magjive të cilët kena hasë janë magji të rënda, janë magji të cilët bëhen në kukull, edhe lidhen në kukull dhe aq shumë e mundojnë personin sa që ndin dhimbta të mëdha, për shembull ngulin gjelpona në kukull, duke i shkaktuar dhimbta në për të gjitha gjymtyrët e trupit personit, sidomos e kanë qëllimin kryesor në kokë, i ngulin asaj kukullës gjelpora të shumta që e personit të ketë gjithmonë dhimbta të krejës, kur ka njeriu dhimbta të krejës shpërqendrohet nga jeta dhe sikurse demoralizohet nga jeta ose sikurse i bëhet bajet edhe jeta. Prej magjive të rënda që kena has edhe magji të cilët i kanë bërë edhe që është shumë e theksume, që e bëjnë përmes dhëve të vorrave edhe ujit e xhenazës. Edhe ujin e xhenazës edhe dhëvin e vorrave e përdorin magjisart në dy forma për të bërë magji njeriut. Forma e parë është që t'ja japin që ta konsumon përmes ushqimit ose pijes ujin e xhenazës ose dhëvin e vorrave. Forma tjetër është që i qesin dhe të vorrave pranë pragit shtëpisë ose në borrin e tij, ose e stërpikin me ujë xhenazës, ose shtëpinë e stërpikin me ujë xhenazës e kështu me radhë, ose atë vetë personin e stërpik me ujë xhenazës, edhe ai fillon që të ketë vujtje edhe vujtje të mjaftueshme. Derisa kena personi i cili gjatë trajtimit, shërimit
rukjes ose shërimit me Kur'an që ka qenë prezent dhe që ka qenë i goditur nga magjia, e cila ka qenë magji prej dhevit vorrave, edhe momentin gjatë shërimit kanë ndi shumë dhimbta të konve dhe dhimbta në përnijet e trupit, për arsye se kanë gjujt me 10 vorrave ose ka shkel në 10 vorrave, dhe kur ju nëprish ato magji, ai e ka pa dhevin e vorrave gjatë shërimit, edhe ka pas shumë vujtje, dhe tregon se në jetën e tij, domethënë ka pas shumë vujtje, edhe sikur se ja kanë dedikuar që ai person përmes kësaj magjisë, domethënë mos me pas përparim në jetën e tij, ose mos me pas përparim në punën e tij ose në biznesin të cilin ai e ka pas. E kështu që gjitha magjitë e rënda janë që i shkaktojnë më shumë ti mundime njeriut kur e godasin, si magjitë të cilët bën, si thamë, në plan të gjakit ose prej gjymtyrëve të trupit ose prej gjymtyrëve të kafshëve. Për shembull, magjisari kur don që t'i bën në kafsh një personit magji, për shembull e pret kafshën, edhe atë kafshë flijon për djallin e mallkuar, pa marrë parasysh se është kafshë vogël, për shembull është dele ose qen ose kafshë madhe si lop ose bik e kështu me radhë, e flijon për to, edhe përmes atij ushqimit ose shka përgatit mishin e asaj kafshë, ja jep me hungur personi që don mi bë magji, ose likurën e merr dhe ja lidh për tesh, ose e lidh një magji dhe ja çon në shtëpi jam shi, ose edhe këto llogaritën se janë prej magjive të rënda, për arsye se djajt e mallkuar i dojnë më shumë këto magji, dhe kena haz që njerëzit kanë pas mundime të mëdha kur ju goditën nga këto llojet e magjive. Për shembull, personi i cili ka pas magji prej kafshëve të mëdha, ka pas shumë mundime të mëdha gjatë shërimit. Çaq mundime të mëdha sa që ka pas lëvizje shumë pa kontroll, ka pas djersitje të mëdha, lodhje të mëdha gjatë rukjes, e derisa domethënë kena has edhe një informata se magjistari ka bërë magji në kafshë të mëdha, dhe sa që e tregon edhe njëri prej djajve të mallkuar i cili u pendua dhe pranoi Islamin, thotë se magjistar ka therr për atë djallin kryesor, 9 biç, domethënë 9 kafshë të mëdha, i ka therr, edhe përmes atyre kafshëve i ka bërë atij personit magji, edhe kjo jep me kuptues se magjistari çmos bën për t'i bërë keq dikujt, ose flijon ose harxhon parë të shumta vetëm që t'i bën keq njerëzve. Në fillim e përmende se shërimi i magjive të rënda zgjat edhe automatikisht edhe më gjatë. A mund thuhet se edhe tek simptomat e pacientit apo simptomat e dikujt që ka magji të rënd mund të jenë më shenja më të mëdha, simptoma më të mëdha, apo janë simptomat njëjta sikur magjit e lehta dhe të mesme? Simptomat janë më të mëdha edhe vërehen dukshëm, domethënë personat të cilët janë të goditur nga magjitë të cilat janë magji të rënda, në simptome vërehen, për arsye se posa fillon që të këndoj Kur'an shembull, ose të ndëgjon ai rukja i personi, fillon që të ketë reagime personi më njëherë, domethënë ketë reagime të shumta, ose vajtim të gjerë, ose dhimbte të mëdha nëpër trup, ose lëvizje të pakontroll, ose fillon që të aktivizon edhe bota e djajve të mallkuar që të flasin me gjuhën e vet pacientit, dhe kështu me radhë. Nga kjo formë kupton se ki ka magji të rënda. Për shembull, personat të cilët goditen me magji të rënda, gjatë trajtimit të shërimit, na jep me kuptu, domethënë o ka magji të rënd, o ka një magji shumë të vjetër. Pse? Se magjitë e rënda edhe magjitë e vjetra personin e mundojnë më shumë, dhe shërimi i këtyre magjive, domethënë lip kohë më gjatë për të shëruar më shumë se sa ato magjitë të cilat janë të lehta ose magjitë të cilat janë të mesme. Kështu që sipas simptomeve personi, domethënë ai që është i goditur nga magjia gjatë ndëgjimit të Kuranit ose gjatë ndëgjimit të rukjes, nëse fillon që të ketë reagime
të mëdhaja, është fjala mundime të mëdhaja, mundime të luktit të mëdhaja, dhimbta të mëdhaja të luktit, fillon që qan ose fillon që të bërtas ose fillon që të lëviz pa kontroll ose që fillon që të ketë dhimbta nëpër trup të papërballueshme ose domethënë prej dhimbtave të mëdhaja bërtet ose vetë domethënë shfaqje e djajve të mallkuar duke fol me gjuhën e vet pacientit, kjo na jep me kuptu që ka magji të rënda, edhe magji të vjetra. Nëse ka reagime më të lehta, për shembull nuk ka reagime të dukshme, për shembull ka ndjesi të luktit ose dhimbta të luktit ose janë dhimbtat e përballueshme ose i hes ndonjë dhimbë nëpër trup mirë po është e përballueshme ose i vjen për qarë mirë po jo e qajtme që ai mos me mujt me ndal vetëm nga të qajtur vetëm lotime, këto jep me kuptues se ai ka magji më të lehta ose edhe më të lehta. E kështu që në këtë formë e hetojmë personin që ka magji të rënda edhe është i prekur ose i goditur nga magji të rënda. Përveç leximit të Kuranit, a mundet një person i prekur me magji ta vërej në forma tjera se është prekur nga një magji e rëndë? Personi që është i goditur nga magjia, forma më e qartë dhe më e mirë është që ai e merr vesh veten nga ndëgjimi i Kuranit ose nga ndëgjimi i rukjes, e merr vesh se është i prekur nga magjia. Për arsye se personi i cili ka magji dhe është i goditur nga magjia, duke ndëgjuar Kuran, ai nuk ndihet mirë. Pa marrë parasysh forma e mundimit çfarë është, o i vjen për të vjell, o ka plagështi trupit, o i vjen për të qarë, o ka dhimbta nëpër trup, o ka shtrëngime durve të konve, ose ka shtrëngime të kres, gjitha këto janë simptomat që ai vetë e vren se me të vërtet është person që është godit nga magjia, ose është godit nga bota e gjejve. Na qysh e definojmë personin i cili është i goditur nga magjia, personin i cili është i goditur nga bota e gjejve të mallkuar, ose personi i cili është i goditur nga syri i keq ose nga syri i mirë, në forma të ndryshme, sipas provojës edhe domethënë klasifikimit njerëzve të cilët janë goditur nga syri, nga bota e gjejve edhe nga magjia, i kanë klasifikuar simptomat edhe ndjesitë. Për shembull, secili person që don ta kontrollon veten edhe ta dinë se a është i prekur nga diçka, atëherë e ndëgjon një rukje shërimit nga Kurani edhe suneti pejgamberit alayhis salam për YouTube-s, edhe gjatë ndëgjimit sytë mbyllur edhe i shtrit në shtrat ose i ulur në ulse, i qetë, nëse i vinë shtrëngime të gjoksit ose pengesa në frimarje ose marrëmendje ose zemra i rre shpejt, më shumë se sa që i rre normal, kjo jep me kuptu se ai është i goditur nga syri. Sy i mirë apo i keq? Nëse i ka të rënda, është goditur nga syri i keq. Nëse i ka të lehta, është goditur nga syri i mirë. Për arsye se syri i mirë e ka sulmin më të lehtë se sa syri i keq. Syri i mirë është prej të afërmi. Domethënë gruaja burrin e merr mësysh, burri gruajen, nana fëmijën, fëmijën e mirë të bukur e marrin mësysh të tjerë të njerëzit e kështu me radhë. Këto janë që goditen domethënë prej syrit të mirë dhe është mundim i lehtë, nuk është mundim i rëndë. Se ana shpirtërore e syrit, dikush e shpjegon ndryshe, dikush e shpjegon ndryshe. Unë mendoj se çështja e syrit është një diçka e cila nuk ka shpirt, është një lloj helmi shpirtore e cila goditet përmes syve të njerëzve të cilët e don dikunja apo urren dikunja. Ai helmi formohet në zemrat e njerëzve edhe përmes të menduarit ose përmes të paramenduarit ose përmes të pamurit, si ta shohë personin tjetër, o e urren o e don, ai fillon që ta sulmon me sy, edhe ai helmi fillon që të shkakton problemat i personit që e shikojnë njerëzit me sy të mirë ose me sy të keq. Edhe ai helmi del duke ndëgjuar Kur'an, ndryshe nuk del. Duke ndëgjuar rukje, duke ndëgjuar lutje, ose duke u fal, ose duke bërë vepra të mira, ai helmi del edhe pastrohet nga trupi, edhe lirohet njeriu. Ai është një lloj helmi i cili nuk ka një shpirt, ai vetëm helm është. Nga syri i keq është një helm edhe më i rëndë. Po, duhet ndëgjoj rukje, duke ndëgjuar rukje, ai ndjen shlirimin e gjoksit, ndjen që zemra i rre fillimi shumë shpejt, pastaj fillon që të qetësohet ose ka menduar për shembull personi që po ka therrje në zemër ose dhimbta në zemër, mendon që ka ndonjë sulm ose ndonjë shërrgullim, domethënë kardiologjik, mendon që ka probleme zemra, në realitet ai është sulmuar nga syri, edhe kështu që me ndëgjimin e Kuranit ai fillon që të lirohet.
Si vret personi I cili është goditur nga bota e djejve, se ne thëmë se njeriu goditet nga bota e djejve edhe përmes magjisë, po edhe vetë djejtë e mallkuar, domethënë që e godasin. Si e godasin një djejtë e mallkuar personin? E godasin vetvetiu në forma të ndryshme. Njeriu në disa faza, në disa momente nuk është I përgatitur për të mbrojtur, ose në disa momente I hap disa rrugë botës djejve të mallkuar dhe botës e gjinëve që ta sulmojnë. Cilët janë ato rrugë? Rruga e parë është mërzia e madhe. Njeriu ndihet mërzit shumë. Këto zakonisht ndodhin kur njeriu ka fatkeqësi, për shembull mundem me thonë musibete, I vdes dikush I afërm ose mërzihet për arsye se e qesin prej punës ose I ndodh një shkatërrim I pasurisë ose ai ndihet mërzitshëm. Në momentin që ndihet mërzitshëm I hapet një derë djejve të mallkuar që ta sulmojnë. Ata sulmojnë edhe ai fillon që mos ndihet mirë. Për ata përpara kanë thonë njerëzit nuk duhesh as të mërzitesh shumë, nuk duhesh ta kesh as gëzimin e madh, nuk duhesh ta kesh as frikën e madhe, mos I frigo fëmia, se s'bën me I frigo fëmia për arsye se domethënë njeriu sulmohet nga bota e djejve të mallkuar kur është mërzitshëm, kur është I gëzuar shumë, kur është I frigum shumë, kur e shkel një vend I cili është vend I pist ose vend ku qëndrojnë bota e djejve të mallkuar, edhe I lëndon ata dhe ata sulmojnë. Ose vetë bota e djejve të mallkuar dëshiron të vetë personi ose mashkull ose femër, domethënë gjini të kundërta, dëshiron edhe sulmojnë, atëherë sulmohet ai personi. Në momentin që ndëgjon rukje edhe ndëgjon Kur'an, ai fillon që të ndinë shtrëngime të këmbëve, të durve, të krejes, të qafës, shtrëngime të shpindës e kështu me radhë. Kështu që ku është sulmuar? Është sulmuar në dur, I ndjen shtrëngimet e durve, është sulmuar në këmbë, I ndjen shtrëngimet e këmbëve. Është sulmuar në kokë përmas, e ndjen shtrëngimin e kokës, në qafë, në majtë krejes, balli. Kështu që me radhë, domethënë ku I ndjen shtrëngimet, ai e din se çati është sulmuar. Pse se bota e djejve të mallkuar ose e gjinëve, ku sulmohet personi në çat vend jetë. Nuk ka ai fuqi të madhe që ta shëtit trupin e njeriut ai I cili hin në trupin e një personit. Kurse përmes magjisë po, për arsye se magjia është një vend qëndrimi botës djejve të mallkuar që ja mundson që ata të hinë përmes magjisë edhe të mundën që ta shëtisin trupin edhe kudo që dojnë që të përqendrohen ata mundën shëtiten. E kështu që personi I cili është I goditur nga magjia, çish e merr vesh veten që është godit nga magjia, duke ndëgjuar Kur'an ose duke ndëgjuar rukje, fillon me pas dhimbta të lukthit, të stomakut, djegësin, turbullime, të vjedhura I vjen, dhimbta të mëdha në gjoks, I dokës kurse gjoksi po I qahet, dhimbta të mëdha të krejes, plagështi të trupit, pirje të tërë trupit, dhimbta të nyjeve të trupit, I vjen për të qarë, mundime të mëdha, sikurse don një temperaturë e mbrëmshme të del jashtë ose I hes diçka nëpër trup dhimbta ose diçka e ndin që po I hes nëpër trup ose temperaturë I vjen prej këmbëve deri tek koka. Këto janë simptomat që personi I cili është goditur nga magjia, me këto simptome merr vesh se ka një magji ose një tjetër. Për shembull, nëse ka magji të lukthit, ka shtrëngime të lukthit ose dhimbta të lukthit. Nëse ka magji e cila ka qenë e lukthit më mirë, po është vjetëru ose është kanë kalu disa vite, aja fillon që të ndjen dhimbta edhe të barkut, por arsye se ka kalu prej barkut në zorë të njeriut, në stomak. Nëse ka magji të lidhta, ndin dhimbta nëpër vende të caktuara nëpër trup, domethënë ndin nëpër nyjet të trupit, ndin në krije, shembull një vend I veçantë në krije, shembull përmas kokës I dhem shumë, I dokë sikurse diçka po e shtrëngon edhe po I shkakton dhimbta. Domethënë këto janë format e magjive të lidhta. Ndin dhimbta të këmbëve, shembull ka shkel dikun, është fjala ka shkel ndonjë magji. Për arsye se them dallimi në mes magjisë që e sulmon njeriu përmes këmbëve dhe dallimi në mes botës djejve që e sulmon përmes këmbëve, është se ndin vetëm shtrëngime nëse ka sulm, nëse ka magji, ndin edhe dhimbta në këmbë ose ndin nxehtësi të mëdha në këmbë e kështu me radhë. Këto janë domethënë simptomat që njeriu mund të ta merr vesh veten se a ka ndonjë sy që është sulmuar apo ka ndonjë e gjin që e ka sulmuar si prej djejve të mallkuar në format të cilët e përmendë se format rrugë të cilët I qilen botës djejve të mallkuar për ta sulmuar personin, apo vetit ose cilësit ose simptomet të cilët I ndodhin personit gjatë ndëgjimit Kuranit
edhe ato janë simptome që ai mundet me marrë vesh se ka magji, sikur se tham dhimbtat e lukthit, të vjellurit, e plagështia, dhimbta nëpër një të trupit, dhimbë që i hes nëpër trup, plagështia e trupit edhe pirjet e të trupit e këto me radhë. Hoq përmende ndjenjat e një personi cilët mund ndikojnë që djajt ta sulmojnë atë person përmes magjive, po a mund të ketë ndikim edhe imuniteti i një personi për të bërë magji nga dikush? Është e vërtet se personat të cilët goditen nga magjia, ndjesitë e gjitha personave nuk janë të njëjta. Për arsye se një person i cili është i goditur nga magjia, edhe është me imunitet të lishtë, ose të dobët, ose ka probleme shëndetin, këtë person e mundon më shumë se sa ai personi i cili është më i fuqishëm. Pse? Nga vetë fakti nëse ndalmi edhe ndëgjojmë fjalën profetike ku ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari i cili është i fuqishëm, është fjala forcë, fuqi kronike, forcë e trupit, është më i dashur tek Allahu se sa besimtari i cili është i dobët, është fjala me shëndet. Kjo i jep me kuptu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Zoti na thret që na të kemi një shëndet më të fortë, domethënë të mirëmi me aktivitete, të mirëmi me sport, të mirëmi me fitness, ta zhvillojmë trupin, të marrëmi forcë, për arsye se ti je më i dashur tek Allahu se sa ai personi, ai besimtari i cili është i dobët. Nëse marrëmi këtë kandin edhe shikojmë këtë hadith pejgamberit alayhis salam, kjo na jep me kuptu se personat të cilët janë të fuqishëm fizikisht, ata më shumë i përballojnë magjisë se sa ato personat të cilët janë të dobët fizikisht. Pse? Se magjia, sa që tjetë njeriu më i fortë fizikisht, plus që aja është pa diskutueshme çështja e besimit edhe forcës shpirtërore, forcës besimit tek Allahu, ose forca e devotshmërisë njeriut, ose forca e ibadetit tek shumë radh, ajo është domethënë e pa diskutueshme, mirë po në aspektin kronik po e thojmë, nëse është i fuqishëm, atë më vështirë ka që ta sfidon magjia se sa personi i cili është i dobët. Edhe ku tham se çështja e gjinisë femërore, një prej shkaqeve që gjinia femërore dorëzohen para magjisë më shumë se sa domethënë gjinia maskullore, kjo jep me kuptu se ngarat femnat janë më dobta, edhe në imunitet, edhe në karakter, edhe në bindje, edhe në aspektin logjik. Për ata dorëzohen më shumë te magjia se sa bota domethënë e gjinisë maskullore. Për ata është shumë e rëndësishme që njeriu ta ketë imunitetin e madh, forcën shpirtërore, besimin, vetbesimin, mos dorëzohet, edhe të jesh fizikisht i fortë, ai domethënë i sfidon shumë më lehtë magjit. Pse? Se magjia gjithëherë kena përmend edhe në për emisione të tjera të ndryshme, se njeriu nëse e ruan imunitetin, atëherë imuniteti e bën që ta mund magjin. Pse? Se magjia është që ja sulmon fillimisht lukthin njeriut edhe gjumin. Domethënë lukthin kur ja sulmon, ai sunhat çdo ushqim. I largohet ushqimeve të cilët janë të rënda, për shembull si është djegësi e tjera. Gjumi, ai nuk mund të flen rahat dhe mirë, të pushon. Edhe ai fillon që të dobësohet fizikisht. E në momentin që dobësohet fizikisht, magjia fillon që të forcohet më shumë. E kështu që qëllimi i magjisë është që njeriu ta lodh fizikisht, duke ja çrregullu gjumin edhe duke ja çrregullu ushqimin, atëherë përmes këty sulmeve që ja bën magjia këty personit, atëherë ky person fillon që dobësohet dhe magjia fillon që të forcohet. E kështu që ne duhet ta kemi parasysh çështjen e imunitetit. Sa më shumë që ta ruajmë imunitetin, sa më shumë që të jemi më aktiv, sa më shumë që gjumin mundomi ta bëjmë më të rehatshëm, sa më shumë që ushqimet i hajmë, të gjitha ushqimet, domethënë ti përdormi, magjia aq më pak ka ndikim në trupin tonë. Nga magjitë e rënda ke përmendur edhe magjin me zhivë dhe magjin me kukullat shpuara. Dy nga magjit që mund të them përveç edhe tajmalis janë shumë të njoftuna si përmes fjalëve, por edhe të shfaqura në video apo nëpër filma.
Magjit të cilët bën zhiva, përpara kena pas shumë normale ka qenë me çu zhiv me fritë hoxha dhe hoxha mi fri zhiv edhe me bajt një iri ose një eresa të sapo fejuar apo të martum për shkak më urujt nga magjia. Kjo ka qenë një bindje e kotë dhe një magjie një bindje e kotë dhe një ndimes, domethënë që nuk mundet me qenë domethënë absolutikisht funksionale, se nuk mundet që ta mbron shembull zhiva njeriu nga magjia, pa marrë parasysh se është mashkull apo femër, po kjo një bindje më herët kënë se ta frije dhe aja ta ruje. Mirë po është më e keqe, për arsye se kanë ndodhur disa persona që kanë qenë të sëmurë prej magjisë, kanë shku e kanë shembull e kanë kërku një hoxh ose një person ose një falltor që ai përmes zhivës po mu i kemi ja luftu një zhivë çka ka në trup. Edhe çka kanë dhënë zhivë me pi një personit, edhe përmes asaj zhivës sot u shliruaj personi. A në realitet ai është dyfishuar me mundime, edhe është dyfishuar me magji, edhe më tepër vetëm domethënë që t'ja trashin magji mbi magji. Domethënë nëse i ka bënë një magjistari msheft magji, masandaj ja kanë bënë një magji prapë për një magjistari i cili ka qenë i fshehur mas emrit hoxh, duke menduar se përmes kësaj zhivës i ndihmojmë. Edhe në këtë formë i kanë shkaktuar probleme edhe më shumë. Edhe sa që ai personi shembull nëse ka pi magji, e ka pak të vështirë që t'i largohet ajo magji për arsye se zhiva o duhet që ai përmes barnave islame, domethënë që i përmendëm që pejgamberi sa mi ka lavdruar që t'i përdor edhe t'i hanë ato, edhe përmes të vjellurit ta qet edhe zhivën në këtë formë për t'u pasur mirë, po është problem për arsye se duhet që të mbledhet ajo zhivë duke ndëgjuar rukje për gjithë domethënë trupit edhe të përqendrohet në lukthë, edhe përmes lukthit masandaj që dalë përmes të vjellurit, mirë po është një ç'më është një formë është shumë e vështirë për të shuru, saqë ai duhet të përdor medikamente islame, shembull që pejgamberi i ka lavdruar për të shuruar nga kjo magji, derisa gradualisht ato ta zhdukin magjien ose ta zhdukin kjo zhivë prej trupit edhe gradualisht ai të pastrohet krejtësisht për kësaj magjisë që ka punë zhivë. Edhe magjia e cila është e bëme shembull në kukull. Magjia e cila është e bëme në kukull, kjo është prej magjive të rënda, thojmë se magjistari e ka kukullën gjithmonë të rujtme. Për shembull, nëse ka bënë një magji, për shembull magjistari e ka bënë, ja ka dhënë në ushqim, ai ka hongër, momentin që e ka vjedhur atë magji, magjistari mos ka forcë për t'i bërë ati magji prap, derisa t'i jape prap me ngran. Mirë po, nëse ai ka një kukull të shtëpia magjistari, edhe i ka marrë pjesë të trupit atij personit, ose flok, ose i ka marrë ndonjë shkresë, ose ja ka marrë ndonjë tesh, ose ja ka marrë ndonjë pej, ose ja ka marrë ndonjë kime të flokëve, ose edhe i ka marrë dhe i ka lidhë për atë kukullën, edhe ka filluar që asaj kukullës t'i shkakton domethënë djegje, duke e djeg atë kukullën, duke e shpërthy me xhilpona, ose duke i lidh domethënë pej, ose duke ja shtrënguar qafën, edhe ai personi domethënë shka që i bën kukullës magjistari, edhe ai personi fillon që t'i ndin ato dhimbta, ato mundime. Edhe ato mundime vazhdimisht i ndin. Momentin që ai shlirohet nga kjo magji, duke ndëgjuar rukje, magjistari e vren që kjo është liruar nga kjo magji, magjistari fillon prap t'ja ripërthin magjien. Shembull ka ndodhur raste shembull me pas pacienti i cili është sulmuar nga një magji, edhe thot se kum pas se magjistari ka kukull, edhe momentin që po prishet magjia, magjistari prap po tenton. Do thotë unë po ja shoh prap xhilponët në dorë, edhe prap po i ngulin atë kukullën, edhe prap po kam dhimbta të mëdha. Momentin që po ndëgjoj rukje edhe po frinat e hoxha, po shoh ato xhilponët po shkputen prej kukullës edhe po i bin në tokë, magjistari prap po fillon ato që ti merr që ti ngul në kukull, edhe prap po filloi që unë të ndjej dhimbta dhe mundime prej atyre xhilponëve të cilët po i përsërit magjistari në kukulla. Kështu që kjo na jep me kuptues se është një magji e rëndë për arsye se vazhdimisht magjistari ka qëllimin kryesor që t'i bën magji këtij personit. Edhe nëse ai vazhdimisht shërohet, ai prap i bën magji dhe ja përsërit për arsye se e ka në dorë të veta, edhe nuk është i ju ka shkput kjo magji prej durave të vetë të magjistarit, po ai e ka dhe i bën magji vazhdimisht. Një nga magjit që është përmendur gjithashtu është edhe magjia përmes lidhjes së fatit. Është këtu fatit
burr grua apo djallit me personin që është prekur nga magjia? Prej magjive të cilët i bëjnë që të lidhin fatin, janë magji që ja bëjnë një të reja ose një të riut që t'i pengohet fati i jetesës. Përpërpasisht fati i jetesës është fjala që mos të ketë fat në martesë, mos të ketë fat që ajo të krijë një shkollë, mos të ketë fat ajo që të ketë një punë, mos të ketë fat ajo që të ketë një pasuri e cila duhet ta posedojë ai person ose ajo persone, edhe ja lidhin me fatin e jetës. Ndash disa ja lidhin të veçantë vetëm ta ketë fatin e jetës që ajo mos mundet të martohet, ose një djalë mos mundet të gjejë një vajzë, ose ja lidhin fatin e punës, ose fatin e shkollimit, ose fatin e pasurisë. Si e merr vesh ajo që ka problem, domethënë me magji prej fatit, e shef se ndodh që kërkon një djalë ose kërkon përjetesë ose ja kërkon dorën asaj. Edhe gjithë shkojnë punë të mirë. Në momentin që fillon që të afrohet koha që ata të fejohen ose të afrohen, prishet puna. Automatikisht prishet puna pa kurrë një arsye. Këto janë simptomet që ai njeriu e merr vesh që ka problem me fatin e jetës. Jo vetëm një herë i përsëritet kjo prap një herë, edhe një herë i përsëritet. Edhe ka shumë vajza të cilët të vinë edhe tregojnë thonë hosh ku ardh me kontrollu veten, mos kam diçka, por arsye se e kam këtë problem, domethënë afrohet fati që ta zgjedh fatin e jetës, pa ku një farësie ftofët djali ose prishet ose dalin pengesa, momentin që i ja bëjmë kontrollën ose i ja bëjmë një rukje, asaj i shfaqen simptomet e magjisë. Atëherë i them se sipas simptomeve po del se ti ke një magji e cila të pengon për fatin e jetës. E kështu që në këtë formë e merr vesh se ajo ka një magji për fat jetës edhe i nështrohet rregullave për të shëruar, është fjala për të përdorur një terapi për shërim pa marrë parasysh mjalt me farë të zjes ose me xhenxhefil me sidër për të prish magjinë, ose farën e mbretit ose ujin e frim të përdorur ose ujë zemzemi. Në këtë formë, domethënë fillon që ta prish magjinë dhe fillon që të lirohet. Shembull, kemë raste shembull vajzat të cilët ju ka bë pengesë fati i jetës, edhe kanë ardhur dhe janë shëruar. Në momentin që janë shëruar, thotë unë përpara kom pas kërkesa, tash përkundër i kam edhe shumë më shumë kërkesa, edhe saqë aq shumë kërkesa, saqë edhe nuk di edhe cilën ta zgjedh. Po, ama ka pas edhe sukses, ka tregu domethënë që ai që më ka pëlqy, ju më afrua dhe s'ka pas kurrë pengesë dhe kena bë lidhje me to, domethënë jena fejuar dhe ju na martuar dhe kena kriju familje kështu me radhë, edhe e ka pasur që me të vërtet ka pas një pengesë për magjisë në fatin e saj të jetës. Çashtu edhe çështja e pengesës në fëmijë, shembull, ka vajza të cilët janë me magji dhe janë të sulmuar nga magjia, edhe kanë pengesa në shtatzani, shembull, krejt në rregull, domethënë shkojnë i kontrollojnë gjitha nga ana mjekësisë, nga ana analizave mjekësore, i dalin që mirë, domethënë është në rregull, domethënë është e gatshme në aspektin kronik që kja mujtet me shtatzane pa problem. Mirë, po prapë se prapë nuk je shtatzan, momentin që ja bëjmë kontrollën edhe ja bëjmë një rukje, shifët që aja ka simptomet magjisë, ka vujtje prej magjisë, atëherë i them se këto janë simptomet që ti ki pengesë, shembull, që të kesh një fëmijë. Simptomet më shumë të shembull që i lajmëron prej gjitha magjisë, shembull, që tham dhimbta e barkut, i vjen me qaj të plagështia, dhimbta të trupit, sidomos vajzat të cilët ose femrat të cilët kanë pengesë për shtatzani, fillon që të kenë shtrëngime në fund të barkut. Aja i bje që aja ka shtrëngim në mitër edhe e ka të përqendruar magjia në mitër për mos me të shtatzan. Disa femna, disa gra, nuk e kanë, domethënë, magjien e cila i pengon për me shtatzane. Kjo është edhe ma keqe ndana. I le me shtatzane, mirë po momenti që i bën fëmijë 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5, 8 muaj, e aborton fëmijën. Ne kemi raste që i ka abortu fëmijët, shembull 1, 2, 3, 4, saqë 14 vite martesë ka abortu 5-6 fëmijë, edhe s'ka mujt, s'ka mujt me qit një fëmijë s'kej, edhe është nënshtru trajtimit, shërimit, është shliru prej magjisë, ka me shtatzon, e ka qitë fëmijën në skej dhe Zoti e ka gëzu edhe me fëmijë dhe s'ka mujt me jo mbyt atë fëmijë ose me abortu. Kem x raste, domethënë
lloji i magjisë se çfarë problemi ka shkaktu njerëzve. Dikujt mos me shtatzon, dikujt mos me mujt me bo fëmijë, me ju abortu fëmija, do një vajzës pengesë në martesë, do një vajzës pengesë në shkollim. E gjitha, edhe sipas simptomeve, do më thënë, momentin që e rrok librën, ka mundime. Momentin që ka me shku në provim, ka me pas blokim të durve, ose ka me pas blokim të kokës, ose të gojës, ose s'mujtet me shkujt në provim, ose s'mujtet me fol në provim, ose s'mus i kujtohet çdo, në më thënë, aja shka ka mësu për provim. Këtu jep me kuptu se kjo ka një magji e cila e pengon për fatin e saj që jetë kri një fakultet dhe ketë një jetë, në më thënë, një vizion të jetës e kështu me radhë. Gjithsesi përkej këto në emisionin e ardhshëm, vetëm se kemi parapar që gjithë emisionin të dedikojmë vetëm shërimit të magjive. Hoq, faleminderit edhe njëherë të sonte që na pranove. Faleminderit edhe për juve. Shikues të nderuar, t'ju njoftoj se në emisionin e ardhshëm ne bashkërisht me Hoxhën do të mundohemi ta shpjegojmë tërë procesin e shërimit nga një magji e prekur. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni që ndroni me programin tonë.